Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i martë 17 qershor 2025. Dashi. Gjithçka që nuk mund të bëni ose menaxhoni tani mund të krijojë një ndjenjë kënaqësie të madhe tek ju. Në dashuri, pak xhelozi nuk dhem as pak. Demi. Shtyni situatat që kanë një rëndësi të caktuar, energjitë nuk janë të shumta. Ju mund të jeni të zemëruar me dikë që gjithmonë vonon një projekt. Binjakët. Nëse keni debatuar me dikë gjatë ditëve të kaluara, kjo është nata më e mirë për të bërë paqen. Në rast se ju keni qenë të sëmur, mungesë të justifikuar në dashuri, do të jetë e mundur të filloni përsëri në një mënyrë të madhe. Gaforja. Mendimet janë si ari. Tensionet e kohëve të fundit janë lehtësuar dhe në dashuri keni më shumë mundësi. Luani. Ju jeni më mirë kuptues në dashuri, në jetë. Do të keni mundësi të mëdha për programe ambicioze. Një detyrë e madhe mund të rezultojë të jetë një shyrje e madhe. Virgjëresha. Rruga drejt suksesit është plot me mundësi. Në dashuri mund të vendosni të lidheni me një person, të bëni zgjedhje të rëndësishme. Peshorja. Sot ju jeni të prekshëm nga argumentet dhe nëse dashuroni dikush ju merr me kokë mund të përgjigjeni keq. Nuk keni pasur një lojë të lehtë dhe për këtë arsye do të duhet të keni kujdes nga polemika. Familja kërkon qetësi. Akrepi. Ditë pozitive, një problem mund të zgjidhet. Ka një forcë të madhe në dashuri, sensualiteti dyfishohet. Shigjetari. Lodhja e bën veten të ndihet, ju jeni nervoz, e gjithë kjo mund të ketë ndikim në dashuri nëse nuk jeni të kujdesshëm me fjalët. Ju e dini mirë që shpirti juaj është gjithmonë shumë i shqetësuar, brenda jush emocionet janë të ndryshme dhe mund të ndryshojnë nga dita në ditë. Britsjapi. Mund të them se kjo është një kthim në anën tuaj, dashuria e preferuar, jeta profesionale në shërim të madh, projekte. Sot do të jeni në gjendje të sqaroni idetë tuaja. Ujori. Nuk përjashtoj një dashuri të rëndësishme, një punë të re apo një sukses të vogël. Çfarëdo që keni në mendje të thoni ose të bëni shpejt, ka ardhur koha që të merrni pak kënaqësi. Peshqit. Është një ditë me interes, veçanërisht në lidhje me marrëdhëniet me të tjerët. Në punë do të jetë e përshtatshme të jepni më të mirën tuaj. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.